Përshëndetje nga kuzhina Nirit, sot kam vendosur me u tregu edhe një video për ato që s'kan shumë njohuri si ta përgatitim mishin e terën, pra si ta rrepojna mishin. Këto siç po shihni, dy vllaznia mi, mashallah, janë të përgatitur postarmën, edhe unë e gjeta rastin pra ta postoj edhe këtë recetë. Të shihni vllaun, bismillah, kështu pra bojna edhe rrëpimin e mishit. Viqit për mbyshët postarmës. Kosova ka lezet, dimni ka ato hjeshit e veta, kështu që si çdo vet edhe se vjet e prejna postarmën. E merr vllau bismillah krip të trash, edhe kjetim kështu në një llavat plastikët, një llavat madh, mandej mishin e rrëpum e ndit. Ne e tjeri mishin gjithmonë në druna, kështu edhe mbi shporet të druve, që është tamam tradicionale, që të knoq krej. Pra një ren mish, tash të kripin e brash. Deri në fund një ren mish e palojna një ren krip. Edhe në përfundim pra rendin e fundit ja qesim kripën e trash për mishit, edhe e lojna të notën, një notë po të qëndroj kështu mishi me kripën e trash që ta merr mirë edhe mishi kripën. Mbasi ka qëndru mishi pra me kripën të trash një natë ka pushu tash të e vjerë vëllau në druna që i kemi mbështjellur po me folje. Folja tërë mishën shumë mirë edhe nuk jetë i lakt në asnjë umë. Normal, kur djerët në për druna, që atje nërë, që për shef një jetë gjithmonë pak ma i lakë, kështu që me folje teret në gjitha ondë. 3-4 ditë, shpëreti për fundit vezën edhe mishi është gati. Mish viqit, mish bio, mish shumë i shëndetshëm, pa asnjë sëmundje. Edhe mishin ka vjerë vllau duket kështu, normal tash e dhezim zjamin edhe terët me shpore. Neve
Na beft, mirë e juve, sidomos fillestarë që nuk keni përgadit asnjëherë mish, kështu nuk keni rrëpu për ndryshe, ja vlen ta përgatitni siç gjithmonë tradicional që kanë përgatit gjithmonë me parë. Deri në recetën e radhës ka kuzhina e Nerit, i them miru pofshim.